Ka histori që nuk i tregon kur, jo sepse nuk ke guximin t'i thuash, por sepse nuk gjen dot mënyrë t'i shpjegosh. Ka plagë që nuk të marrin gjak, por të hanë ngadalë nga brenda, vit pas viti, ditë pas dite. Kjo është historia ime. Historia e tradhtisë që pash me sytë e mi, e heshtjes që mbajta për 15 vite, dhe momentit kur burri im, po ai njeri që më kishte coptuar shpirtin, erdhi një ditë dhe më tha: "Duhet të tregoj diçka që s'mund ta mbaj më brenda." Dhe e vërteta që doli, nuk ishte as pak ajo që kisha menduar për gjithë jetën. Si nisi gjithçka, 3 njerëz, një familje dhe një gabim i pafalshëm. Unë jam Arta, 42 vjeçe sot. Burrin tim, Ilirin, e njoha kur isha vetëm 23. Ai ishte ai lloji njeriu që mbushte dhomën me prezencën e tij. I qetë, i mençur, me një mënyrë të butë të foluri që të bënte ta besoje çdo fjalë pa hezitim. E dashurova shpejt, më shpejt se ç'duhej ndoshta, dhe edhe më shpejt i hapa shtëpinë dhe jetën time. Në atë kohë, motra ime, Ermela, ishte 19 vjeçe. Vajzë e bukur, e lirshme, ca kokfort dhe e papjekur. Jetonte ende me ne, sepse mamaja jon punonte jashtë shtetit, dhe unë isha si një lloj nënë e dytë për të. Kur ja prezantova Ilirin, ajo u sforcua ta mbante veten rregull, por e njihja motrën time. E pash atë shkëlqimin e çuditshëm në sy, atë lloj admirimi i papjekur që vajzat e reja kanë ndaj burrave të pjekur. Por nuk i fshikulloi mendja kurrë se kjo gjë mund të bëhej problem. As Iliri nuk i kushtonte rëndësi. Të paktën kështu mendoja. U martuam pas një viti, me një dasmë të thjeshtë e të ngrohtë. Motra ime qante gjatë gjithë ceremonisë. Sot, kur e kujtoj, pyetem, a qante nga gëzimi, apo nga diçka tjetër që unë nuk e kuptova atëherë. Por jeta shkonte mirë. Unë punoja në një klinikë dentare. Iliri kishte hapur biznesin e tij të vogël, dhe Ermela po fillonte universitetin. Asgjë nuk paralajmëronte furtunën që do vinte. Dita kur e pash tradhtin me sytë e mi, ishte një mbasdite e thjesht e një të premteje. E mbaj mend aq qartë, si një film që e kam parë mijëra herë. Kisha ardhur me 2 orë para nga puna, sepse më dukej sikur kisha harruar hekurin ndezur në shtëpi. Kur hyra në apartament, ishte qetësi e çuditshme. Hapa derën ngadalë. Në fillim s'më dukej asgjë jashtëzakonshme, derisa dëgjova një tingull, një pshërtim e ulët, një murmuritje që vinte nga dhoma jon. Mu mpiks gjaku në vena. Eca ngadalë, e shtangur, me atë lloj ndjesie që të bllokon mendjen por të mpre shisat. Dera ishte pak e hapur, dhe aty pash diçka që do më ndiqte për vite me radhë. Iliri, motra ime, në shtratin tim, trupat e tyre të ngatëruar, lëvizjet, zërat, thënie që kur nuk i kisha dëgjuar nga ai. Mu duk sikur koha u zhduk, sikur po shikoja diçka jashtë trupit tim, sikur nuk isha unë ajo që qëndroja e ngrirë me dorën te dera. Ishte një lloj vdekjeje e heshtur. Dera goditi pak pas murit dhe ata u kthyen. Të dy, Iliri u ngrit i zbardhur në fytyrë. Ermela shtangu, fytyrën e kishte të zhveshur nga çdo pikë gjaku. Arta, kjo nuk është ajo që nisi Iliri. Arta, të lutem, tha Ermela me një zë që nuk e kisha dëgjuar kur nga ajo. Thash asgjë, asnjë fjalë, asnjë britën, asnjë lot, vetëm u ktheva nga dera dhe dola. Mbylla derën me qelës. Ajo tingëllim, klik, më ngeli në mendje si vula e një jete që vdiq aty. Dola në rrugë dhe eca pa ditur ku shkoja. Eca me orë. Kur u ktheva në shtëpi, ata ishin veshur dhe të ulur në kuzhinë. I pash, ata më pan, dhe unë thash vetëm një fjali. Asnjëri nga ju nuk do flas. Kur? Ata donin të sqaronin, të luteshin, të justifikoheshin. Përfundimisht thash, nëse doni të më shkatëroni, të paktën mos shkatëroni veten. Do ta harroj, do ta varros, do vazhdojmë jetën, por kjo gjë asnjëherë s'ka ekzistuar. Nuk i lash të flisnin. Fshiva çdo mundësi sqarimi, çdo mundësi ballafaqimi. Ishte mënyra ime për të mbijetuar. Dhe kështu, filloi heshtja ime 15 vjeçare. 15 vite me një sekret, martesa që lindi nga rënojat. Do të gënjeja po të thosha se ishte e lehtë. Nuk ishte. Çdo herë që e shikoja Ilirin, një pjesë brenda meje lëvizte si plag e pashëruar. Çdo herë që shikoja motrën time, një pjesë e shpirtit më thëriste. Pse? Për çfarë? Por unë vendosa të mos e shkatëroja familjen. Ndoshta nga dobësi, ndoshta nga frikë, ndoshta nga një lloj dashurie e çuditshme për Ilirin.
ndoshta nga se e dia që Ermela ishte ende fëmijë në atë kohë, ndoshta nga turp, ndoshta nga ato të gjitha bashkë. Ne vazhduam martesën si të mos kishte ndodhur asgjë. Iliri ndryshoi plotësisht. U bë më i butë, më i kujdesshëm, më i përkushtuar, si një burr që e di se ka bërë krimin e jetës së tij, dhe po kërkon falje pa fjalë. Nëse më deshi vërtet, sot e di që po. Nëse unë e desha, por një dashuri e vrarë që ringrihet ngadalë, jo ajo e pafajshmja e dikushme. Motra ime u largua nga shtëpia pak muaj më vonë dhe shkoi të jetonte tek një shoqe e saj. Ajo nuk u përpoq të më fliste më, asnjëherë, dhe unë nuk e nxitova. Më mirë kështu. Vitet kaluan. Pata djalin Kleonin kur isha 28 vjeçë. Djali bukur, i qeshur, dritë për të gjithë shtëpinë. Iliri ishte baba i mrekullueshëm. E shihja që e donte sinqerisht, me gjithë shpirt. Në dukje ne ishim familje perfekte. Por unë e dija. Ai e dinte. Dhe hija e asaj dite ishte gjithmonë diku në qoshe. Dita kur e vërteta u kthye, dhe jo si e prisja. Pas 15 vitesh. Ishte viti i 16 të i martesës son. Një ditë krejt e zakonshme. Po gatuaja, Iliri u kthye nga puna më herët. E pash që ishte i çrregullt, i lodhur, sikur kishte qarë. Arta, tha ai, duhet të flasim. U lutem. Nuk i ki nga kjo dhomë pa më dëgjuar. Kur mbylli derën, gjunjët mu drodhen. E dia, do fliste për atë natë. Në fund të fundit, çdo gjë ka një kufi, por ajo që më tha, nuk ishte ajo që mendova për 15 vjet. Iliri më pa drejt në sy, me syt plot lot. Arta, ka ardhur koha të të tregoj diçka që më ka ndjekur gjithë jetën. Ti e meriton të vërtetën. Edhe nëse më lësot, unë nuk mund të vdes pa ta thënë. Zemra më rrihte me shpejtësi. Ai mori frym thellë dhe tha, ajo që pe atë ditë nuk ishte tradhti, nuk ishte dashuri, nuk ishte marrëdhënie, ishte diçka tjetër, shumë më errët. Më ngriu trupi. Ç'po thua, Ilir? Unë ju pash, me sytë e mi. Ai tundi kokën. Po, na pe, por nuk pe të vërtetën. Unë nuk jam ai që mendon. Ajo ditë nuk ishte tradhti. Ishte një manipulim, një kurth, një shantazh. Ai fshiu fytyrën me duar. Motra jote nuk ishte viktim. Unë isha. Në atë çast, u duk sikur muri pas meje u zhduk. Çfarë po thua? Iliri uli zërin. Ajo më kërcënoi prej muajsh, Arta. Më kërcënoi se do të tregonte gënjeshtra, se do të prishte gjithçka mes nesh, se do të dëmtonte biznesin tim, se kishte video, foto, gjithçka. Ajo kishte një obsesion me mua që filloi shumë kohë para se të martoheshim. U ndjeva sikur po humbja tokën nën këmbë. Dhe ajo ditë, vazhdoi ai. Ajo e inskenoi gjithçka që të dukej si tradhti. Isha gati ta largoja me forcë nga shtëpia kur ti hyre papritur. Dhe kur të pash, mu shua truri. E dia që ajo e fitoi, që ti do më ureje, që gjithçka kishte mbaruar. Ai qau, hapur, me zë, dhe unë heshta gjithë këto vite jo se kisha frikë, por se kam jetuar me faj. Faji që nuk të mbrojta ty nga ajo, faji që nuk ta tregova të vërtetën, faji që s'të mbajta kur fort në atë moment kur ti kishe nevojë. Unë nuk fola, nuk mundja, dhe sot, tha ai ndërsa më dha një letër, dua të dish që Ermela më shkroi. Ajo po kërkon të më takoj. Do t'i tregoj gjithçka. Do t'i kërkoj falje. Thot që nuk e duron dot më peshën e asaj që bëri. Letra më ra nga duart. Të gjithë këto vite, unë, ai, ne, kishim jetuar një gënjeshtër, por jo gënjeshtra që unë besoja. Ai nuk më kishte tradhtuar. Motra ime kishte bërë diçka shumë më të rëndë. Kishte shkatëruar pafajësinë tonë, kishte manipuluar, kishte luajtur me të dy, dhe unë kisha jetuar 15 vite me urrejtje ndaj njeriu të gabuar. Netët që pasuan rrëfimin e tij qenë nga më të çuditshmet e jetës sime. Ndihesha sikur koha ishte ndalur në një pikë, por njëkohësisht gjithçka brenda meje rrotullohej me shpejtësi maramendse. Ai kish folur, më në fund kish folur, pas 15 vitesh heshtjeje të rëndë. Unë e pata ditur gjithmonë, por fakti që ai e tha me zë, me zërin e tij, ngjalli brenda meje një përzierje emocionesh që nuk po dija t'i quaja. Thatësira në fyt më zgjoi si nga ndonjë ëndër e keqe. Pash nga ana e tij e shtratit. Ishte bosh. Jorgani i zhvendosur tregonte që kishte dalë prej një kohe.
Sa po ula këmbët në dy sheme, dëgjova zhurmën e lehtë të filxhanëve që trokëllinin në kuzhinë. Pash orën 06:12. Ai gjithmonë ngrihej herët, por sot nuk po e duronte pritjen. Më dukej sikur më kishte lënë aty në dhomë, në atë krevat që na bashkonte e na ndante njëkohësisht, për të freskuar me ajrin e mëngjesit, sepse nata i kishte djegur shpirtin. E gjeta ulur në tavolinë, me një filxhan kafeje në dorë dhe me shikimin e humbur drejt dritares. Nuk më pa, edhe pse e dinte që isha aty. Më ra në sy dora e tij që dridhej pak. Ai rrallë humbiste kontrollin. A do kafe? Më tha pa më parë. Zëri i tij ishte i qullët, i lodhur, i ngjirur nga ankthi i asaj nate. Jo, i thash shkurt. U ula në anën tjetër të tavolinës. Kishte një heshtje të çuditshme mes nesh, një heshtje që nuk na ngjante fare. Ndonse kishim kaluar vite të vështira, grindje, pajtime, stuhira, kishte diçka të re sot. Një thyerje që nuk shihej më. Ai ktheu syt nga unë më në fund. Dua të flasim, më tha me ngulm. Unë qesha, një të qeshur e hidhur, të cilën nuk isha e sigurt nëse dëgjova vërtet apo ma mori mendja. Nuk ke folur 15 vjet, e tani do të flasim. Mirë, i thash. Fol. Ai mbylli syt për një çast, si njeri që kërkon forcë për të bërë diçka të pamundur. S'dua të justifikoj veten, por dua të më dëgjosh deri në fund. E përpiva fjalën mirë, sepse nuk doja ta jepja kaq lirshëm, por thjesht tundja kokën. Ai mori frymthell, duke nisur më në fund atë rrëfim që do ta ndryshonte gjithçka. Rrëfimi i tij. Atë natë, tha ai duke përplasur syt në filxhan. Nuk ishte ajo që ti mendon. Nuk ishte diçka e planifikuar, as e dëshiruar. Ka qenë një çmenduri e çastit, një çmenduri që nuk e fal dot veten për 15 vjet. E shikoja pa ia prer fjalën. Ai e ndjeu se isha shpërthim i heshtur, një zjarr që po diqte, por nuk po shfaqte flak. E di pse ndodhi, vazhdoi ai, jo sepse e doja, jo sepse nuk të doja ty, por sepse atë kohë isha një burr idiot, i dobët, i humbur. E di që nuk është arsye. E di, por dua të kuptosh kontekstin, edhe pse ndoshta nuk të ndihmon në asgjë. E mbusha mushkërit me ajër, pa folur. Nuk doja justifikime, por po e dëgjoja, sepse kisha nevojë ta dëgjoja drejt nga goja e tij. Ti ishe larguar atë fundjavë, mban mend. Mu drejtua ai. E mbaja mend shumë mirë. Kisha shkuar tek prindërit për 2 ditë, dhe motra ime kishte ardhur tek shtëpia jon për të marrë disa rroba që kish lënë te unë, siç më kishte thënë më vonë. Ai vazhdoi. Kisha pirë, më shumë se ç'duhej. E di që është budallëk, por e vërteta është se unë nuk mbaj mend fillimin e natës. Vetëm pjesë. Ajo erdhi vonë, dhe ishte, unë dal pak, ishte e prekshme, ishte e butë. I mbaj mend syt e saj të qarë. E mbaj mend që më tha se ndihej vetëm. Pastaj më përqafoi. Ai uli kokën. Nuk më shihte dot. Është gabimi im. Duhej ta shtyja. Duhej të largohesha. Por nuk e bëra. E lash të ndodhte. E lash, tha duke shtrënguar grushtat. Dhe pastaj, sa po mbaroi ajo u zhduk. U ngrit, u veshi dhe iku si të mos kishte ndodhur asgjë. Asnjë fjalë. Unë e dëgjova me një ftohtësi të pabesueshme. Nuk po e dija nëse ndjeja realisht apo isha thjesht empir. Të nesërmen, ti erdhe. Unë isha gati të të tregoja, tha ai me zë të ulët, por ajo erdhi më parë se ti. Hyrë në dhomën tonë. Më tha se po të tregoja. Ajo do të mohonte gjithçka. Do të thoshte se isha i çmendur, se po imagjinoja, se do të prisha ty dhe familjen tënde për asgjë. Më tha se ti nuk do më besoje mua kundër saj. Dhe, kishte të drejtë. Ai ngriti syt drejt meje, për herë të parë me një lloj trishtimi që nuk e kisha parë kurrë tek ai. Ti e doje shumë. Ajo ishte motra jote, dhe unë isha thjesht burri yt. Po të zgjidhje, do zgjidhje atë. E dija, dhe ajo e dinte. Ndaj heshta, mu afrua pak me karige, sikur donte të më prekte dorën, por nuk guxoj. Dhe në çdo minutë të këtyre 15 viteve, jam lutur që ta kisha thënë, sepse heshtja ime e shkatëroi martesën tonë më shumë se tradhtia. Unë ngrita vetullat. Pse po më tregon tani? Ai u fry si dikush që jep dorëheqje nga vetja, sepse ajo më shkroi. Para 2 javësh, më kërkoi të takohemi. Sot pas dite, më rahu zemra fort, e pash drejt në sy, dhe ti deshe të më tregosh para se ta takoje. Ai tundi kokën. Po, s'dua të kem asnjë sekret prej teje më.
Më vjen turp që deshëm 15 vite, por dua të jesh ti ajo që vendos çfarë bëjmë. Tronditja e vërtet. U ngrita. Mu duk sikur Karigja peshoj 100 kilogram. Isha duke lëvizur si në mjegull. Ai u ngrit menjëherë pas meje. Mos ik, të lutem, tha ai duke u afruar. Duhet të marr ajër, i thash me një ton që nuk njihja as vet. U futa në dhomën e ndenjës dhe hapa dritaren. Ajri i ftohtë më preku faqet e zjarta. Më kaloi ndërmend gjithçka. Fytyra e motrës sime, mënyra si më buzëqeshte, si më përqafonte, gjithë ato vite që ajo më duke e mirë, e butë, e kujdeshme. Dhe në fund, ajo natë që e zbulova, e ajo më shpëtoi nga një krizë nervore, duke më gënjur sikur nuk kishte ndodhur asgjë. Ai u afrua dhe ndaloi pas meje. Po prisja të më uresh, tha ai me zë të ulët. Unë nuk u ktheva. Isha e raskapitur emocionalisht. Unë nuk jam e sigurt se çfarë ndjej, i thash. Dhe nëse dua të urej, besom do ta bëj në mënyrë të përsosur. Ai u ul ngadalë në divan, duke mbajtur kokën mes duarve. Ajo do të vite kafja në orën 17:00, tha. Ti mund të vish me mua ose jo. Mund të fsheh gjithçka ose ti përplas në fytyrë. Vetëm dua që vendimi të jetë i yti. Ja ktheva shikimin. Jo, i thash ngadalë. Ky vendim nuk është vetëm imi. Ky është sekreti i yt dhe plagë e imja. Nuk do e përballosh vetëm. Ai u ngrit. Në fytyrë i u shfaq diçka si lehtësimi i frikshëm. Do të vish me mua. Po. Dhe ajo fjalë, për çudi, mu duk si qelsi një dere që nuk e dija se ekzistonte. Pasditja që do të ndryshonte gjithçka. Ora ecën shpejt. Unë vesha një palë gjinset e errta, një pulover të thjesht. Nuk doja të dukesha speciale, por as e shkatëruar. Ai u veshi me një këmishë të thjesht, ashtu si kur do të shkonte në punë. Heshtja mes nesh ishte më e butë tani. Një heshtje e pasigurta, por jo armiqësore. Kur mbëritëm para kafes, duart më dridheshin pak. Ai mi mori dhe i shtrëngoi. Nëse bëhet shumë e vështirë ne ikim, tha ai. Jo, i thash, këtë vendos unë. Ai tundi kokën dhe hapi derën. Aroma e kafes së pjekur na goditi të dyve. Dhe aty, në një tavolinë pranë dritares, ishte ajo. Motra ime. E kishte flokun e lidhur. Fytyra e saj ishte më rrudhur se sa e mbaja mend. Sikur jeta e kishte përtypur më shumë se mua. Kur na pa, u ngrit lehtë dhe na përshëndeti me një buzëqeshje të detyruar. Faleminderit që erdhët, tha me një zë që nuk e njihja. U ulëm. Ajo na shikonte të dyve. Dhe unë e kuptova menjëherë që ajo nuk kishte ardhur për të na bërë keq. Kishte ardhur për të hedhur një barë. Tha ajo duke u dridhur. Kam jetuar 15 vjet me një peshë që nuk duhet të kisha mbajtur kurrë. Sytë e saj u mbushën me lotë. Dhe nuk vi të justifikohem. Vi të kërkoj falje. Të dyve. Dhe sidomos ty, mu drejtua mua. Kam qenë një egoiste e tmerrshme. Kam marrë diçka që nuk ishte imja. Kam shkatëruar besimin tënd. Dhe kur nuk kam pushuar së menduari për atë natë. Unë e dëgjoja pa folur. E lash të fliste. Nuk e justifikoj veten, tha ajo. Kisha probleme, kisha xhelozi të pashpjegueshme ndaj teje. Ti kishe gjithçka më mirë se unë. Familjen, martesën, jetën. Dhe atë natë nuk isha unë, por veprimi ishte im. Dhe faji ishte im. Ajo mori i frymthell. Nuk dua faljen tënde, sepse nuk e meritoj. Dua vetëm të mos e mbaj më brenda. Dua të mos ju ndjek më ky mallkim. Dhe po largohem përfundimisht. Do të iki jashtë vendit. Nuk dua të jem më pengesë në jetën tuaj. Ai hapi gojen, por unë e preka në dorë për ta ndaluar. Pastaj ju drejtova asaj. Nuk je pengesa jon më e madhe. Penga jon ka qenë heshtja. Ti bëre gabim, një gabim të madh. Por ai që jetoi me mua 15 vjet, duhej të kishte folur. Ti nuk ishe përgjegjëse për martesën tonë. Ai ishte. Dhe unë isha. Por ty nuk të urej. Ajo më pa e tronditur. Nuk e pse të më duash, tha me zë të dridhur. Nuk të dua, i thash, por nuk të urej më. Lotët i rridnin lirshëm. Faleminderit, tha. Dhe ai moment, për çudi, nuk ishte fundi. Ishte fillimi i një lehtësimi që nuk e kisha menduar. Ndërmjet ne shtreve, diçka u ndryshua. Ajo iku atë ditë. Nuk kam dëgjuar prej saj për shumë kohë, por në tavolinën e kafes mbeti një qetësi që nuk kisha ndjerë prej vitesh. Ai më pa me një shprehje që nuk e dija si ta interpretoja. Nuk e prisja këtë prej teje, tha. Asun, i thash. Ai qeshi lehtë.
Një të qeshur që se kisha dëgjuar prej kohësh. Çfarë do të bëjmë tani? Pyeti. E pash drejt në sy. Nuk e di, por për herë të parë jemi të sinqert. Ai më mori dorën, dhe këtë herë nuk e tërhoqa. Atëherë ecim ngadalë, tha ai, tunda kokën, ngadalë, por bashk. Dhe për herë të parë, pas shumë vitesh, u ndjeva se ndoshta mund të rifilloj diçka e re nga hiri i një sekreti 15 vjeçar. Pasditja kur u takuam me motrën time, më mbeti në mendje, sikur të ishte një film që luante vazhdimisht në prapaskenën e trurit tim. Edhe kur qeshja, edhe kur flisja, edhe kur merja frym, gjithçka ishte e turbullt, e butë, e çuditshme. Nuk ndjeja as urrejtje, as falje, as dashuri. Ndjeja vetëm lehtësimin e një barke, që më në fund ka dalë nga stuhia, edhe pse valët ende përplasen në shkum. Ktheheshim drejt shtëpisë në makinë. Ai voziste ngadalë, shumë ngadalë se zakonisht. Duart mbi timon i dridheshin pak. Nuk fliste. Unë po ashtu. Heshtja mes nesh nuk ishte më ajo e vjetër, e mbushur me peshë dhe sekrete, por një heshtje e re, e frikshme por e sinqert, sikur dy njerëz sapo kanë pranuar se gjithçka që kanë ditur ka qenë gjysmë e vërtet. Kur u futëm në shtëpi, ai më pyeti, dëshiron çaj? Po, i thash. Ishte hera e parë, pas shumë vitesh që nuk i thash jo automatikisht. Ai zuri punë në kuzhinë. Unë u ula në tavolinën e ndenjës, duke shikuar duart e mia. Për gishtërinë e mi rëshiti unaza e martesës, e cila më duke i papritmas si një simboli i dy njerëzve që për 15 vjet kishin jetuar pranë, por jo bashkë. S'doja ta hiqja, s'doja as ta shtrëngoja, thjesht e shikoja, dhe ndjeja që për herë të parë ajo unaz kërkonte nga unë të vendosja çfarë doja të përfaqësonte. Ai solli çajin dhe u ul përballë meje. Filluam ta pinim pa fjalë, vetëm duke dëgjuar zhurmën e lehtë të orës në mur. Më fal, tha ai pa pritur. E di, ja ktheva. Jo, vazhdoi ai duke ngritur kokën. Nuk dua të thuash e di. Dua të thuash gjithçka që ndjen. Edhe nëse të dhemb, edhe nëse më shkatëron. E pash drejt. Ishte hera e parë në kaq shumë vite që kërkonte vërtet të më dëgjonte. Jo të mi bënte gjëra të lehta, jo të ikte nga konfliktet, jo të mbulonte plagët, por të më dëgjonte. I dhash një frym të thellë. Nuk jam e sigurt çfarë ndjej, i thash e qetë. Pjesa më e madhe e dhimbjes ka kaluar. Ndoshta sepse e përballova vetëm kur ndodhi. Ndoshta sepse ruajta brenda kaq gjatë, derisa u drodh në prapavi. Dhe e di çfarë është ironike. Ai priti. Nuk jam aq e lënduar për atë që ndodhi, sa jam për heshtjen. Më lëndoi më shumë që nuk ma the, që më le të mendoj se isha marrë në qafë, se isha budallaqe, se ndoshta e kisha imagjinuar gjithçka. Më le të dyshoja tek vetja. Ai uli syt. E meritoi çdo fjalë. Ndoshta, i thash, por unë nuk po të ndëshkoj. Po të them të vërtetën. Unë jam lodhur duke jetuar me dyshime. Kam nevojë për qartësi, për transparencë, për të vërtetën, edhe kur djeg. Ai u ngrit nga karigia. Erdhi pranë meje dhe u ul në tokë, duke vendosur duart e tij mbi gjunjët e mi. I hoqa duart. Nuk isha gati. Ai e pranoi. Atëherë, tha ai but, nga sot nuk ka më sekrete. Për asgjë, as për gjërat më të vogla. E dua këtë shans, edhe nëse është i vogël, edhe nëse është vetëm një çarje në murin që kemi ngritur për kaq vite. Dua t'i jap jetë diçka e të re, të sinqert. Ishte hera e parë që ai tregonte vullnet dhe jo frikë. Për çudi, nuk më dukej as i mirë, as i penduar kot, por i vërtet. E ndjeva që dua ta dëgjoj. Do të përpiqem, i thash. Sytë e tij u mbushën me shpresë. Një shpresë e heshtur, e kujdesshme, jo e imponuar. Vetëm një gjë dua të di, i thash. Çfarë? A e ke dashur ndonjëherë motrën time? Ai u trondit. Lot të vegjël u mblodhën në cepat e syve. Kur? Asnjë sekond. Dhe për herë të parë ia besova. Dita që pasoi. Nuk ishte se gjithçka u bë më mirë. Jo, por diçka ndryshoi. Ai më shkroi gjatë ditës, si dikur vite më parë. Pyeti si isha, si shkoi puna, a kisha nevojë për gjë. Jo në mënyrë invazive. Thjesht si dikush që kujdeset. Në darkë, kur u kthyem në shtëpi, solli lule. Por jo ato të shtrenjta që zakonisht jepem për të kërkuar falje. Solli margarita të thjeshta, të bardha, lulet e mia të preferuara që nuk kisha menduar se i mbante mend. Pse margarita? E pyeta. Se më kujtojnë ty, tha. Thjeshtësinë tënde, pastërtinë tënde.
Ato duhen uitur pak, por prap janë të forta. Nuk dorëzohen kollaj. Spata çfarë ti thosha? Më preku. Kur ra nata, shkuam në krevat. Ai nuk më preku. Vetëm më tha, fli e qetë. Nuk dua të ndihem i mirëpritur pa u ndier ti mirë. Kjo ishte hera e parë që ai respektonte hapësirën time, pa u justifikuar apo pa u mërzitur. Dhe pikërisht kjo ma zbuti zemrën. Fjeta më thellë se sa kisha fjetur në muaj. Disa ditë më vonë, erdhi një shtunë që na gjeti të dy në shtëpi. Ai po pastronte garazhin. Unë po rregulloja rrobat në dhomë. Ndërsa kaloja disa kuti të vjetra, gjeta një album me fotografi. Fotot tona të para. U ula në dy sheme dhe fillova t'i shfletoja. Isha e re, me një buzëqeshje naive, me sy të mëdhenj plot dritë. Ai ishte më i shkathët, me flok më të gjatë, me një shikim të butë që e kisha haruar se e kishte. Ai hyri në dhomë dhe u ndal kur më pa duke i parë. E mbaj mend këtë ditë, tha ai duke treguar një foto ku ishim në det. Edhe unë, i thash, u ul ngadalë pranë meje. A e di, tha ai me një buzëqeshje të vogël. Në çdo foto ku jemi të dy, ti gjithmonë po qesh me zemër. Dhe unë shikoja vetëm ty. Gjithmonë ty. E pash. E vërteta ishte se ato vite të para kishin qenë të bukura. Ndoshta prandaj, dhe më dhembi aq shumë më vonë. A e di çfarë më frikson tani? E pyeta. Jo, më thuaj, që ndoshta do të më ndodh sërish, që do të më zhgënjesh sërish, që do të më mashtrosh sërish. Ai afroi dorën, e mbajti pezull, pa më prekur. Kam frikë nga e njëjta gjë, tha ai ngadalë. Kam frikë se ti nuk do mund të më besosh më. Kam frikë se çdo gjë që ndërtojmë tani mund të prishet me një dyshim të vogël. Pastaj ai shtoi, por dua ta ndërtojmë gjithsesi, pa garanci, vetëm me përpjekje. Unë mora frymë thellë. Atëherë të krijojmë një rregull të ri, i thash. Ai më pa i hutuar. Cilin? Jemi të vërtet për çdo gjë, edhe për gjërat që s'do t'i thoshim kur, edhe për mendimet e këqija, edhe për xhelozit e vogla, edhe për frikërat më të kota. Ai u mendua dhe tundi kokën. Dakord, e jap fjalën. E jap edhe unë, i thash. Dhe, për herë të parë në kaq kohë, e ndjeva sikur po firmosnim një marrëveshje të vërtet për një jetë të re. Një surprizë e papritur. Të dielën, ai më ftoi për një shëtitje të vogël. Pa më thënë ku po shkonim. Unë e ndoqa. Makina u ndal te një vend që se njihja fillimisht derisa zbrita. Ishte një fshat i vogël, me një lumë të qetë që përshkonte anash. Ai më kapi dorën lehtë. E mban mend këtë vend. Më pyeti. Jo, i thash. Ai qeshi. Këtu dolëm për herë të parë bashkë. Ishte shëtitja jonë e parë. Ishim aq të rinj, sa as nuk dinim si të flisnim me njëri tjetrin. Ti kishe veshur një fustan të thjesht blu, dhe qeshi sërish lehtë, ti kishe frikë nga rosat. Unë shpërtheva në të qeshura. Ishte e vërtet. Kisha frikë nga rosat atëherë. Kam dashur të sjell këtu për vite, tha ai, por gjithmonë mendoja se nuk ishte momenti i duhur. Sot u duk si momenti i pari i duhur pas shumë kohësh. E ndjeva veten të lënduar dhe të shëruar në të njëjtën kohë. Të dyja, nuk është e lehtë, por është e vërtet. Shkuam pranë lumit. Ai më afroi një shall sepse frynte era. Pastaj u ulëm në një stol prej druri. Pa shumë fjalë. Pas pak, ai tha, a do të mund të më falësh ndonjë ditë? E pash, e qetë, e sinqert. Nuk e di ende, por jam duke provuar. Ai tundi kokën, me një dashuri të matur. Për mua, mjafton që po provon. Pastaj unë shtova. Por një gjë e di, nuk kam ndërmend të urrej. Kaq shumë vite më mësuan se urrejtja është helm. Ndaj nuk do ta mbaj në shpirt. Ai mbylli syt për një çast, sikur po largonte një barë të rënd. Ti je më e fortë se unë, tha ai, gjithmonë ke qenë. E shikova me një butësi të vogël. Ndoshta po, dhe në atë stol, buz lumit, mes një dite të qetë, kuptova se ndoshta zemra nuk do të kthehej më njëherë si dikur, por ishte e gatshme të rihej sërish më lirshëm. Kur u kthyem në shtëpi, ai ndaloi në korridor, përballë meje. Kishte atë shikimin që e kishte vetëm në vitet tona të para. Një kombinim i turpit, dëshirës, respektit dhe një dashurie të thjeshtë që nuk kërkonte të ishte perfekte. A mund të përqafoj? Pyeti ai. Nuk e prisja. Për një sekond u mendova. Pastaj tunda kokën. Ai më përqafoi ngadalë, pa ngut, pa presion. Ishte një përqafim i pastër, i butë, pa qëllime të fshehta. Dhe unë
u shtriva lehtë mbi kraharorin e tij. Dëgjova ritmin e zemrës së tij, jo si më parë kur më duhej të dëgjoja nëse gënjente, por thjesht si ritmin e një njeriu që po më kërkonte një shans. Nuk ishte dashuria e vjetër, por ishte një fillim, dhe unë, për çudi, isha gati të mësoja të dua sërish. Ajo natë, kur prisja Erionin të kthehej në shtëpi, ishte ndryshe nga çdo natë tjetër. Kisha ditë të tëra që mbaja brenda vetes një tension të heshtur, një parandjenje se diçka do të ndodhte. Dhe ndodhi, por jo ashtu si e kisha imagjinuar. Sapo hapa derën kryesore, dëgjova hapat e tij tek ngjiteshin ngadalë shkallëve. Nuk ishte ai ritmi i zakonshëm i njeriut që vjen i lodhur nga puna. Ishte më shumë si një njeri që po e detyronte veten të ecte. Kur hyri brenda, pash diçka tek sytë e tij që nuk e kisha parë kurrë. Një lloj lirie e çuditshme, por edhe një trishtim që e kishte tretur krejt fytyrë. Ai uli çantën, u ul në karrige dhe më pa drejt, si të donte të më lexonte shpirtin para se të fliste. Duhet të flasim, tha. Fjalët më ngrin. E dija që ajo fjali i mbante gjithmonë brenda një stuhi. U ula përballë tij, duke përpjekur t'i mbaja duart të mos më dridheshin. Ai mori një frymë të gjatë, pastaj një tjetër, sikur po përpiqej të gjente forcën për të vazhduar. E vërteta e priti 15 vite. Nuk mund ta mbaj më brenda, tha ai. Nuk dua të jetoj më kështu. Kam jetuar 15 vite, me një barë në shpirt. Unë nuk fola. E dia që ajo çfarë do të vinte nuk do të ishte e lehtë. Kam qenë ndyr i dobët i verbër. Dhe ti ke merituar shumë më tepër se kaq. Ja pash dorën duke dridhur, dhe për një moment pata përshtypjen se ai po fliste me veten, jo me mua. Nuk e di si ta them, dhe as si do të reagosh, por ai ngriti kokën dhe më pa në sy. Por 15 vite më parë, unë kam bërë gabimin më të madh të jetës sime. Me motrën tënde. Në atë moment, edhe pse prisja këtë fjalë prej vitesh, dhimbja më goditi përsëri njësoj. Dhe jo se nuk e dija, por një plag, edhe nëse e ke partu hap, prap dhemb kur dikush ta prek. Ai e ulte shikimin, sikur s'mund të duronte dot peshën e vetes. E mbaj mend çdo detaj të asaj nate, tha, si një mak që më ndjek prej vitesh. Pastaj rinisi. Isha idiot, krejt idiot. Nuk ishte dashuri, nuk ishte as pasion. Ishte një gabim i shëmtuar mes pianecërisë dhe dobësisë sime. Ai heshti për një çast, si të priste shpërthimin tim, por unë vazhdova të hesht. Në thellësi, isha mbrojtur prej vitesh. Heshtja ime ishte bërë lëkura ime e dytë. E vërteta e heshtur. E pash drejtë në sy, dhe i thash fjalët që nuk i kisha thënë kur më parë. E di. Ai ngriti kokën i shokuar. Çfarë? E kam ditur gjithmonë, që ditën që ndodhi, fytyra e tij u zbardh. Si? Kush? Nuk më duhet askush të më tregonte. Ne femrat e kuptojmë. E kam parë në sytë tuaj, në mënyrën si reagonit kur ishit bashkë. Natën kur ndodhi, më mjaftoi aroma e parfumit të saj në këmishën tënde. Ai vuri duart në kokë, sikur po dëgjonte më të keqen që mund t'i thosha. Dhe ti mbajte këtë brenda gjithë këto vite. Po, sepse kisha dy zgjedhje. Të shpërbeja familjen time në ditën më të keqe të jetës, ose të prisja. Të prisje çfarë? Ditën kur ti vetë do kishe kurajon të më tregoje. Ai u shtang. Nuk priste një përgjigje të tillë. Ja shpjegova. Nuk desha t'i shkatëroja të dyja familjet. Nuk desha t'i vija nënës si me dhimbjen që njëra bi i tradhtoi tjetrën. Nuk desha t'u hiqja fëmijëve të mi baban. Ai lëvizi buzët, por s'doli asnjë fjalë. Dhe më e rëndësishmja, nuk desha ta humbisja veten në urrejtje. Nëse do t'i kisha thënë që atë ditë, do të isha bërë një grua që nuk doja të isha. Një grua që jeton me hakmarrje, jo me forcë. Sytë e tij u mbushën me lot, për herë të parë që kur e njoha. Unë nuk e meritoj këtë, nuk e meritoj ty. Pendesa e vërtetë. Ai vazhdoi. Nuk e di sa herë kam dashur të tregoj, por çdo herë që të shikoja duke u kujdesur për fëmijët, për mua, për shtëpinë, më dukej krim të prishja atë që kishe ndërtuar me kaq mund. Pastaj shtoi. Nuk e kam prekur më asnjëherë. As nuk kam dashur, dhe nuk kam rënë në sy të askujt tjetër as për një sekond. Por ajo ditë ka qenë feri im i përditshëm. Ai ndaloi dhe më pa drejt. Nuk po kërkoj falje. E di që nuk mjafton. Dua vetëm të di që unë jam penduar më shumë se sa mund ta përshkruaj. Nata hërë të e bashkonte së ndande. Ishte çasti kur vendimi ishte në duart e mia. Munda të thosha,
Mjaf, kam vuajtur shumë. Munda të largohesha. Munda ta dënoja një herë e përgjithmonë. Por unë e kisha bërë luftën time të brendshme prej 15 vitesh. Dhe tani s'po flisja me një burr të sigurt e me hundën përpjet. Po flisja me një burr që po shkatërohej para syve të mi. Një njeri që e kishte ngrënë fajin për ditë, derisa ishte bërë plagë e hapur. Dhe unë nuk isha më ajo grua e re që e kishte marrë botën në shpind. Tani isha më e fortë, më e qetë, më e qartë. Ja zgjata dorën ngadalë. Ai ngriti syt i habitur. Nuk ta dhash këtë dorë që të poshtëroj, i thash, por që të vendosim kufit tanë. Kufi? Po. Kjo nuk do të fshihet kurrë, por nuk do të na shkatëroj. Nëse ti ke jetuar 15 vite me faj, unë kam jetuar 15 vite me heshtje. Tani dua të jetojmë me të vërtetën. Ai mori dorën time me një kujdes sikur të ishte porcelan. Drejt fundit të pjesës 4. Ajo natë zgjati me orë. Ne folëm për herë të parë pa maska. Për herë të parë që nga fillimi i martesës sonë, unë dhe ai ishim dy njerëz që nuk shiheshim pas formave, detyrave, familjes apo frikës. E vërteta na zhveshi të dyve, por jo për të na dobësuar, për të na rindërtuar. Në fund të natës, ai më pyeti me një zë që më dridhi. Do të mund të më falësh ndonjëherë? Unë i thash, nuk është çështje faljeje, është çështje drejtimi. Tani e di rrugën që dua të ndjek, dhe dua të shoh nëse do të jesh pjesë e saj. Ai e uli kokën si një njeri që më në fund i është dhënë shpresa për të jetuar. Ajo mëngjes pas natës së rrëfimit ishte i qetë në një mënyrë të çuditshme. Drita hynte përmes perdeve, e butë, e ngrohtë, sikur edhe ajo e dinte që shtëpia kishte marrë frymë ndryshe. Nuk kishte më peshën e misterit, nuk kishte më tensionin e viteve të heshtura. Tani, kishte një boshllëk, por një boshllëk i llojit që të fton të mbjellësh diçka të re. U zgjova më herët se zakonisht. Erioni flinte ende, i përkulur lehtë nga njëra anë, si fëmia që s'ka më frikë nga errësira, pasi ka treguar sekretin e tij. Kishte një qetësi të thellë në trupin e tij, një relaksim që se kisha parë prej vitesh. E vështrova për një kohë të gjatë, duke menduar, ja ky njeri që më ka bërë të çaj, të vuaj, të dyshoj, por edhe ky njeri që më ka dashur, që ka qenë baba i fëmijëve të mi, që tani ka zgjedhur të zhvesh shpirtin para meje. Nuk e dija ende çfarë do të ndodhte mes nesh, por e dija që nuk do të ishim më të njëjtët. Mëngjesi i parë pas rrëfimit, kur u ngrit, ai duke i emocionuar, i pasigurt, madje edhe duart nuk i kontrollonte si duhet. Mirë mëngjes, më tha me një zë të përulur, të butë. Mirë mëngjes. Dhe ai u çudit, sepse zëri im nuk ishte as i ftohtë, as i ashpër. Ishte normal, e natyrshme, pasi ndoshta edhe vetë kisha ndjer lehtësim që e vërteta më në fund doli në dritë. Ai u ul në tavolinë, ndërsa unë po përgatisja kafen. Ndjesia ishte e çuditshme. Si të ishim fillestar në martesën tonë, dy njerëz që po mësonin të njihnin njëri tjetrin sërish. Dua të them diçka, tha ai, me syt ulur. E pash drejt. Mos e tepro, i thash. Nuk dua që çdo moment tani të jetë rreth asaj nate. Dua të kuptojmë çfarë jemi sot. Ai ngriti kokën dhe për herë të parë pas shumë kohësh e pash të buzëqeshte lehtë. Një buzëqeshje e butë, e brisht, por e sinqert. Fëmijët të pafajshëm dhe të rëndësishëm. Kur fëmijët u zgjuan, gjithçka duke njësoj si ditët e tjera. Ata vrapuan rreth nesh, kërkuan mëngjesin e tyre të zakonshëm, bën shakat e tyre, dhe Erioni i përqafoi me një ngrohtësi të re, sikur kishte frikë t'i humbiste. Më vështroi disa herë, sikur donte të më pyeste. Ai mbajmë bashk, ai rritim bashk, dhe çdo herë unë i jepja një shenjë të vogël. Po, për tani, po. Nuk kisha vendosur përfundimisht, por isha gati të shikoja se si do të zhvillohej kjo fazë e re e marrëdhënies sonë. Ditët që pasuan, ndryshime të heshtura. Nuk pati premtime të mëdha, nuk pati dram, por pati ndryshime të vogla, të heshtura. Ai filloi të kthehej më herët nga puna. Nuk sillej në telefon fshehurazi. Nuk largohej më nga dhoma kur i binte dikush. Madje, më tregonte vetë çdo gjë që e shqetësonte. Sikur donte të bënte gjithçka të tejdukshme. Një natë, teksa po laja enët, ai u afrua pas meje. Më kapi lehtë nga beli dhe tha: "Nuk dua të të humbas." Për një moment u ngriva, dhe s'dua që ajo natë të jetë ajo që na përkufizon. U ktheva drejt tij dhe i thash: "As unë nuk dua të jetoj duke u identifikuar si gruaja e tradhtuar, por unë do shoh veprimet,
jo fjalët. Ai tundi kokën, dhe do t'i kesh. Takimi i pashmangshëm me motrën time. Dhe erdhi dita që e dija se do të vinte. Motra ime, Arta, na kishte ftuar për darkë. Nuk e dija nëse ajo e ndjente tensionin apo thjesht ishte darkë familjare si gjithmonë. E dija vetëm një gjë. Ajo nuk e kishte idenë që unë di e a gjithçka për 15 vite. E dija, dhe nuk i kisha thënë kur. Në fillim, më ishte dukur e pamundur ta shikoja në sy. Çdo herë që e takoja, çdo përqafim i saj më duke i rem. Por me kohën, mësova të hesht. Mësova të mbuloj plagën. Mësova të ecë përpara. Në atë darkë, pasi fëmijët shkuan në dhomën tjetër dhe burrat flisnin për punë, ajo më tha: "Je e heshtur sonte. Çfarë ke?" U kërkova pak ujë, vetëm për të bler kohë. E dija që një ditë do të vinte momenti ta shikoja drejt për drejt në sy. Dhe t'i tregoja se nuk isha më ajo vajza naive që ajo dikur kishte tradhtuar. Por ajo natë nuk ishte për konfrontim. Ajo natë ishte për mendje të qetë. E pash drejt dhe i thash: "Asgjë, vetëm po mendoj." Për çfarë? Për jetën. Ajo qeshi dhe nuk kuptoi asgjë. Dhe ndoshta ishte më mirë kështu. Ngjarja e asaj nate u përket atyre dyve, jo mua. Ata e dinin çfarë bën, dhe unë e kisha zgjedhur rrugën time. Kur filloi vërtet shërimi. Ironia më e madhe ishte kjo. Shërimi nuk erdhi kur mora vesh tradhtin. As kur ai e pranoi. As kur unë e ndava me veten. Shërimi erdhi kur unë fillova të rigjeta veten. Fillova të merresha me veten, me punët e mia, me gjërat që më sillnin gëzim. Fillova të vrapoja mëngjeseve, të lexoja më shumë, të dal me shoqe, të kujdesem për shpirtin tim, dhe Erioni e vuri re me njëherë. Ai e pa se nuk isha më grua që rria pas tij. Tani isha grua që e ndërtoja veten çdo ditë. Një natë, ndërsa rinim në balkon, ai më tha: "Tani kam frikë." Frikë nga çfarë? Nga ti. Sepse ti tani mund të jetosh mrekullisht pa mua. E pash gjatë, shumë gjatë, dhe pikërisht prandaj ke zgjedhjen ta jesh me mua nga dashuria, jo nga nevoja, tha ai. Ky ishte momenti kur kuptova. Edhe ai po ndryshonte. Jo vetëm për fajin, por sepse pa versionin tim më të fortë dhe u trondit. Ai kuptoi se dashuria nuk mbahet me frikë, me sekret, apo me faj. Mbahet me zgjedhje. Dhe unë, për herë të parë, po e zgjedhja. Drejt fundit të pjesës 5. Të nesërmen, kur po pinim kafe, ai më tha: "Nuk di nëse do të më falësh plotësisht një ditë, por do e provoj çdo ditë të meritoj mundësinë të jem pranë teje." E dëgjova pa folur. Nuk ishte e lehtë, as nuk duhej të ishte, por një gjë e dija. Nuk isha më ajo grua e ndrojtur që u thye 15 vite më parë. Tani isha një grua që vendoste vetë çfarë vlente. Dhe ndoshta kjo histori e gjatë dhe e dhimbshme po na çonte drejt diçkaje të re. Diçka të vërtetë. Kështu mbyllet pjesa 5. Me dy njerëz që po mësojnë të ecin sërish, të barabartë, të zhveshur nga iluzionet, të sinqert, të rritur.